Abu Dharri radhiyallahu anhu, i cili thot se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Man idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Ka thënë, kush pretendon se është i dikujt që nuk është baba i tij, do të thënë kush pretendon se ka baba dikën tjetër, duke e ditur, ai ka bërë kufër. Dhe kush pretendon se është prej një populli dhe nuk është prej tyre, atëherë le të bëhet gati për ulsen në xhehenem. Këtu janë përmendur në këtë hadith disa çështje. Kush pretendon se e ka baba dikën tjetër, ose e ka preardhjen prej dikun tjetër, jo prej asaj që e ka, kush e thot këtë, do të thënë ai ka bërë kufër. Edhe për këtë vend të kufrit, ose për këtë vend, do të thënë ku përmendet kufri, ka gjithashtu sqarimet që i përmendëm më herët, se është për qëllim kufër i vogël, jo kufri që e nxjerr prej islamit, ose do të thënë është kufrun ni'me, do të thënë mohimi i dhuntive të Allahut. Pra që Allahut ka bërë pasardhës të filanit, kjo është dhunti prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe mohimi i kësaj dhuntie është kufër, do të thënë përbuzje e të mirave të Allahut. Mirë po, nëse e mendon njeriu këtë për të lejuar, atëherë mund dale prej islamit. Gjithashtu në transmetim tjetër ka thënë wa huwa ya'lam, do të thënë duke e ditur. Pra e di se nuk e ka baba filanin, edhe thot, ky është baba im, ose unë jam biri filanit, e di këtë, atëherë, do të thënë quhet kufër. Ka në tjetër transmetim faqad kafara billah, do të thënë e ka mohuar Allahun. Tjetër transmetim thot men idda'a ila ghayri abihi, do të thënë kush i përshkruhet tjetër kujt, jo babait vet, wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi, dhe ai e di se ky tjetri nuk është babai i tij, fal jannatu alayhi haram. Do të thënë për të xheneti është haram, është i ndaluar. Kurse çështja tjetër është kush i atribuohet një populli që nuk është prej tyre. Do të thënë kush pretendon se është prej një populli tjetër dhe e mohon popullin e vet ose kombin e vet. E mohon ose familjen e vet ose fisin e vet dhe do t'i përshkruhet një fisi tjetër ose një kombi tjetër, atëherë le të përgatitet për ulsen në xhehenem. Kjo urdhërore, do të thënë felyetabawwa, do të thotë është lajm, do të thënë është informim, që do të thonë se ai është i gatshëm për në xhehenem. Do të që kjo është prej mëkateve më të mëdha. Gjithashtu në tjetër hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Do të thënë kush i përshkruhet ose kush pretendon tjetër përveç babait vet, do të pretendon se është i dikujt tjetër, jo i babait vet, ose i përshkruhet apo i atribuohet një popull tjetër që nuk janë familjarët e tij ose të afërmit e tij, atëherë ati i takon mallkimi Allahut, i melajkeve dhe i gjithë njerëzve. La yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Do të thënë Allahu prej tij në ditën e gjykimit nuk pranon asnjë vepër, asnjë drejtësi. Do thotë, gjitha këto janë hadithe qortuese dhe shumë të ashpra për paralajmërim kundër mohimit të preardhjes ose mohimit të kombit. Do thotë, siç është kjo e ndaluar për njeriu në vet, gjithashtu ndalohet edhe që t'i thotë tjetër kujt. Do të si bëjnë këta islamofobët, edhe thonë ju nuk jeni shqiptar, ju e keni mohu kombin. Kjo nuk është e vërtetë. Njëherë ky ofendim është, do thotë, prej këtyre që i përmendëm, është fusuk ose kufër, do të thënë është mëkat i madh. Ata që i thonë ti nuk je i kësaj familje, ose nuk je i këtij populli, ose nuk je i këtij kombi, ose nuk je i këtij fisi, ky është ofendim i ndaluar, edhe është gënjeshtër, edhe është mohim i
dhuntisë së Allahut subhanahu wa taala, dhe ndoshta është edhe kufër që nxjerr njeriu prej feje. Por ky hadith tregon se ne i nënshtrohemi vetëm Allahut subhanahu wa taala, edhe i nënshtrohemi vetëm ligjit të Allahut të lartësuar. Nuk i nënshtrohemi asnjë gjëje tjetër nëse është në kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Nëse diçka prej urdhrave të njerëzve, qofshin ata edhe prej të afërmve ose edhe pushtetarve, nëse është në kundërshtim me ligjin e Allahut, ne refuzojmë. Edhe traditat të vendit ose të familjarëve ose të kombit, nëse janë kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu, e refuzojmë. Por nuk e mohojmë kombin, edhe nuk e ndryshojmë kombin, sepse këtë na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë edhe këto hadithe, do të thënë, janë kërcënimi i ashpër kundër atij që e mohon kombin, edhe gjithashtu nënkupton kjo edhe kundër atij që e tradhton kombin e vet, do të thënë me tradhti, pra. Kurse ai që i thret njerëzit edhe kombin e vet e thret në Islam, edhe u mëson nënshtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai është njeriu më i sinqerti edhe më dashamiri për kombin e tij. Do të thënë se ne dëshirojmë që kombi ynë edhe familjarët tanë, edhe të afërmit tanë, të arrijnë shpëtimin, të shkojnë në xhenet. Edhe ky është qëllimi përfundimtar i secilit njeri që ka mend. Do të thënë duam ta gjejmë rrugën e xhenetit.